Gra të dashura, sot do flas nga zemra si një grua e njëjtë me ty. A e dini që bllokimi që ke në fushën e parave është diçka më e thellë se sa ajo që ti e kërkon? Ti nuk je e varfër, ti je shumë e pasur, je krijuese, je gjithçka, por ke harruar kush je. Shumë nga ne mbajnë energjinë e borxhit, borxh të jetës tonë, borxh të nëna jonë, të gjyshja jonë, tek prindrit tanë, të paraardhësit tanë, borxh. Dhe nuk mundesh të kesh pasuri kur energjia jote, në ndërgjegja jote e ndjen veten që ka borxh. Ndaj gjithmonë këtë merr, këtë jep, se ndihet me faj dhe me borxh. Por sot jam para jush t'ju them që ju dhe unë bashkë me ju nuk I kemi borxh as edhe një njeriu. Ne kemi të drejtën për bollek, kemi të drejtën për para, kemi të drejtën të shijojmë, të lumturojmë, të gëzojmë, të kënaqemi. Kemi çdo të drejtë të cilat na janë dhënë nga Zoti. Për të gjitha këto të drejta dhe ku ty pikërisht, që do jesh pjesë e grupit të nesërme, data 22 janar, dita e enjte, në orën 8 me orën e Shqipërisë, do bëjmë një paraqitje diagnosi të gjithë ju që doni të merrni pjesë, pse nuk keni para, pse I bllokoni parat, ku është ngërçi juaj kryesor dhe pse nuk jeni të lumtura dhe nuk shijoni jetën. Ky trajnim do jetë për të gjithë ju dhe do jetë falas. Do jetë diagnoza pse dhe ku të bllokojnë ty pikërisht parat. Një edhe nga një të gjithë ju që do merrni pjesë. Në qoftë se do të bësh pjesë e këtij trajnimi të falas nëpërmjet platformës Zoom në datën 22 ora 8 në darkë të Shqipërisë, dita e enjte, atëherë më shkruaj në privat, në Telegram, në WhatsApp dhe në Viber, tek numri 0030 699 321 46 37 që të marrësh linkun për nesër. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe në qoftë se ndjen që erdhi koha të shkëputesh nga të gjitha këto bllokime, të shikosh shkaqet që të shkaktojnë këtë bllokimin e energjisë, jam këtu për të ecur dorë për dorë me ty, jo për të treguar, por për të kujtuar kush je, cilat të drejtat ke dhe si të hapësh derën drejt bollekut, lumturisë dhe jetës tënde të re. Ju mirëpres.